Anemia është një nga problematikat më të shpeshta të gratë gjatë shtatzanisë. Mjekja ginekologe Werda Ismaili në një intervistë për Vision Plus thekson disa nga shqetësimet që kjo gjendje mund të sjellë si për nënën ashtu edhe për fëmijën. Anemia është një problematik shumë e shprehur, sidomos gjatë shtatzanisë. Ndër më frekuentet janë anemitë të ferroprivi, quajmë ne, ose të mungesës së hekurit, të cilat shfaqen më së shumti ose më së tepërmi në shtatzani. Mund të përmendim rreth 15 ose 25% të grave shtatzëne mund ta shfaqë këtë lloj problematike. Mund të bashkëshoqërohen me problematika të mbarvajtjes së shtatzanisë, por sidomos të rritjes apo të ndonjë patologjie bashkëshoqëruese të bebit që krijohet në uterus pra gjatë gjithë shtatzanisë. Anemia gjatë shtatzanisë mund të na sjellë dhe problematika në lindjet e parakohshme. Kryerja e kontrolleve periodike jo vetëm gjatë shtatzanisë, por edhe përpara saj, sipas mjekëve specialistë, është shumë e rëndësishme për kapje në kohë të kësaj problematike shëndetësore. Kërkesa ime është që patjetër gratë të bëjnë vizita para se të ngelen shtatzan, pra të bëjnë analiza prekoncepcionale, sepse mund të zbulojnë dhe patologji të cilat nuk i dinin që i kanë, dhe gjatë shtatzanisë të kërkojnë patjetër konsult nga mjeku, jo thjesht për të parë nivelin e hekurit, por për të parë komplet analizat e gjakut. Po ashtu bluzat e bardha këshillojnë të mos merret hekur apo medikamente të tjera pa u konsultuar me mjekun specialist. Mos eksperimentoni me mjekimet, sepse shikoj shumë vajza dhe gra të cilat edhe përpara se sa të ngelen shtatzan, marrin hekur, më kupton, po varet se çfarë lloj hekuri marrin, varet mënyra se si e marrin hekurin. Duhet të dimë se deri në 3 mujorin e parë ne nuk duhet marrim hekur venoz. Që kështu është shumë e rëndësishme që mjeku ginekolog të jetë i informuar se çfarë ka përdorur gruaja dhe 3 muaj përpara. Anemia është një gjendje e zakonshme ku numri i qelizave të kuqe të gjakut ose sasia hemoglobinës në qelizat e kuqe të gjakut është më pak se normale.